Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Të pyesin ty o Muhammed për plaçkën e luftës. Thuaj, dispozitat mbi plaçkat e luftës i përkasin Perëndisë dhe pejgamberit. Prandaj, durojuni Perëndisë dhe rregulloni marrëdhëniet në mes jush dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj Perëndisë dhe pejgamberit e tij, nëse jeni besimtar të vërtetë. Besimtarët e vërtetë janë vetëm ata, zemrat e të cilëve, kur të përmendet Perëndia, vërgëllojnë nga frika dhe përulja e kur të u lexohen argumentet e tij, i ushtrohet thellimi në besim dhe vetëm te Zoti i tyre mbështeten. Ata që kryejnë namazin dhe japin nga pjesa e asaj që u kemi edhe ne. Ata, padyshim, janë besimtarë të vërtetë. Për ata ka pozitat e Zotit tyre, falje dhe dhunti fisnike. Këto dispozita janë po ashtu si atëherë, kur të nxori ty, Zoti yt, nga shtëpia jote, në emër të së vërtetës. Me të vërtetë, kjo një grupi prej besimtarëve nuk u pëlqeu. Ata polemizojnë me ty për të vërtetën, e cila madje u bë e qartë, sikur të shpjen e vdekje, e ata vdekin e shinin aptazi. Kujtoj kur Perëndia ju premtoi njërin prej dy grupeve, që me të vërtetë ajo të jetë e juaja. E ju dëshiruat që ajo e parë ato sura të jetë e juaja, e Perëndia dëshiron ta forcojë të vërtetën me fjalët e tij dhe mos e tu zhduk rrënjët, për ta forcuar të vërtetën islamizmin dhe ta zhduk gënjeshtrën, edhe sikur madje ta urreni mëkatarët. Kujtoj kur ju kërkuat ndihmë nga Zoti jua, e ai ju përgjigj, unë do t'ju ndihmoj me 1000 engjëj, të cilët do të vinë njëri pas tjetrit. Perëndia e bëri këtë vetëm si arriq që të qetësohen zemrat tuaja me të. E ndihma është vetëm nga Perëndia. Me të vërtetë, Perëndia është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Kujtoj kur Zoti bëri që ju të koteni në gjumë të lehtë për shqetësimin tuaj nga ana e tij, e lëshoi nga qielli shi, për t'ju pastruar me të dhe për t'ju larguar shqetësimin e djallit, për t'i bashkuar zemrat tuaja me besim dhe t'u forcoj këmbët tuaja. Kujtoj kur ju uroj Zoti yt engjëjt, unë jam me ju, andaj forconi ata që besojnë. Unë do t'u shqe frikë në zemra mohuesve, andaj rrini ju ata në qafë dhe në të gjithë kishërinjt. Kjo është për shkak se ata kundërshtuan Perëndin dhe pejgamberin e tij. E kush e kundërshton Perëndin dhe pejgamberin e tij? Perëndia, me të vërtetë, është një shkues i ashpër. Ky është ndëshkimi, shijoni ju mohuesit atë. Me siguri, për mohuesit ka dënim zjarri. O besimtar, kur të ndesheni me mohues e duke qenë ata shumë, mos u aktheni shpinën. E kush u akthen shpinën atë ditë, përveç atij që të rriqet me qëllim që të sulmoj përsëri ose për t'i bashkangjitur një grupi tjetër, ai kthehet me pezlin e Perëndisë dhe strehimi i tij është xhehenemi, e sa vendi shëmtuar është ai. Ju nuk i keni mbytur ata, por i ka mbytur Perëndia. E ti nuk je vull kevull, por Perëndia ka hullvajoj shërbje mrekullueshme që nga vetja besimtarëve të dhurojë dhurat të bukur. Perëndia, me të vërtetë, i dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Kështu është dhurata, se Perëndia i bën të dobët drejtë e mohuesve. Nëse ju mohuesit kërkuat fitoren, e që pra, fitoria ju erdhi kundër jush. Por nëse të rriqeni nga kundërshtimi, kjo do të jetë për ju shumë e dobishme. Nëse ktheheni në luftë, edhe na do të kthehemi në ndihmë. Shoqëria juaj nuk do t'ju bëjë dobi asgjë, sikur madje të jetë shumë numërt. Sepse Perëndia, me të vërtetë, është me besimtarët. O besimtar, binduni Perëndisë dhe pejgamberit e tij, mos u shmangeni nga ai, se ju dëgjoni Kur'anin. E mos u bëni si ata që thonë e kemi dëgjuar. Por ata në të vërtetë nuk e kanë dëgjuar. Krijesat në të keqijat e Perëndia janë ato që janë shurë dhe me mecë, të cilët nuk duan të kuptojnë. Sikur Perëndia të di ndonjët e mirë të tyre, ai do t'u jepte të dëgjuarit, por edhe sikur ta kenë, ata do të shmangen dhe do të largohen nga besimi. O besimtar, përgjigjuni Perëndisë dhe pejgamberit kur t'ju thërras, me që ju ngjall juve dhe ta dini se Perëndia ndërhyn në mes njeriu dhe zemrës së tij, dhe se tek ai do të ktheheni. Ruajuni nga tërësave, të cilat nuk i godasin vetëm ata që bëjnë keq, dhe ta dini se Perëndia dënon ashpër. Dhe kujtoni kur ishit pak në numër, ju konsideronin të dobët e druajshit se njerëzit do t'ju përlajnë në tokë, e ai me ndihmën e tij ju strehoi dhe ju forcoi juve, e ju furnizoi me të mira, për t'ju falendëruar. O besimtar, mos e tradhtoni Perëndin dhe pejgamberin, se keq përdorni amanetin tuaj, e këtë ju e dini. Dini se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë, dhe se vetëm te Perëndia është shpërblimi i madh. O besimtar, nëse i druani Perëndisë, ai do t'ju jap aftësinë të gjykuarit të bëni dallimin e mes të vërtetës dhe të pavërtetës, do t'ju mbulon mëkatet tuaja dhe do t'ju fal. Perëndia është bamirës i madh. Kujtoje kur bën drejtë mohuesit kundër teje për të burgosur, mbytur ose dëbuar. Ata bënin ngatëresa, por Perëndia u aprapsonte drejtë e tyre, se Perëndia është shkatëruesi më i mirë i dinakërive. Kur atyre u lexohen ajetet tona, ata thonë, na, madje kemi dëgjuar, po të duam ne, edhe na do të thonin diçka të ngjashme. Këto nuk janë kur gjë përpos për Allahut të parëve. Kujtoje kur ata thanë, Zoti ynë,
nëse ky Kurani është e vërtetë e zbritur prej teje, le shëmbin e gur si shiu nga qielli ose dërgon ndëshkimin e dëmshëm. Perëndia nuk i ndihkon ata, derisa ti je në mesin e tyre, dhe Perëndia nuk i ndihkon, nëse ata kërkojnë falje. Që kanë ata, e përse të mos i dënoj Perëndia, sepse ata e pengojnë vizitën në mesxhidi, Haram Qabe, edhe pse ata nuk janë padron kujdestarët e tij. Padronët e tij duhet të bëhen vetëm ata që i druajnë Perëndis, por shumica e tyre nuk e din. Lutja e tyre në Qabe qëndron vetëm në fërshëllim dhe duartërkitje. Andaj priteni ndëshkimin pasi që jeni mohus. Me të vërtet, mohusit e ndajnë shpenzojnë pasurinë e tyre për t'i penguar njerëzit nga rruga e Perëndis. Ata do të ndajnë atë pasuri, e pastaj do të ankojnë atë humje, sepse do të jenë të mundur. Ata që nuk besojnë, do të tubohen në xhehenem, që Perëndia të veçoj të keqin nga i miri, të keqin t'i palon njërin mbi tjetrin, e të gjithë i grumbullon e i hull në xhehenem. Këta, me të vërtetë, janë të humbur. Thuaj mohusve, nëse largohen nga mohimi, do t'ju falet e kaluara, e nëse kthehen në mohim, atëherë dihet se si ka qenë ligji i teparëve se si janë dishkuar mohusit dhe si janë ndihmuar besimtarët. Dhe luftoni kundër tyre, derisa të zhduket idhujtaria dhe derisa të mbetet vetëm feja Perëndis. Nëse frenohen prej mohimit, Perëndia i sheh punët e tyre. Nëse largohen nga feja, dini se Perëndia është miku juaj. Ai është mik i mrekullueshëm dhe ndihmës i mrekullueshëm. Dinje ju se çka do që të fitoni në luftë, je pesta i takon Perëndis, pejgamberit dhe farëfisit e tij, bojakëve, të varfërve dhe udhëtarit që kanë vlerë në rrugë, nëse besojnë në Perëndin dhe në atë çka ja kemi shpallur robit tonë në ditën e fitores, në ditën kur u ndeshën dy taborët, se Perëndia, me të vërtetë, është i plot fuqishëm për çdo gjë. Kujtoje kur ju ishit në luginën e afërme, e ata në luginën e largët, ndërsa karavani përfundi jush. Sikur t'i kishit premtuar njëri tjetrit, nuk do t'ishit pajtuar për kohën e konfliktit, por Perëndia e plotësoi atë ngjarje që ishte caktuar, për t'u shkatëruar ai që është i padrejtë, me dokumentet e qarta, e të jetoj ai që është i drejtë, me dokumentet e qarta. Perëndia, me të vërtetë, dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Kujtoje kur Perëndia në ëndër të tregoi se ata armiqet janë pak, e sikur të tregonte që ata janë shumë, ju do të friksoheshit dhe do të grindeshit për këtë çështje, por Perëndia ju shpëtoi. Ai di se çka keni në zemrat tuaja. Kujtoje kur u ndeshët, e ai u dëftoi atë në sytë e juaj pak, e ju paksoi juve në sytë e atyre, për ta zbatuar atë që ishte caktuar, e te Perëndia kthehen të gjitha punë. O besimtar, kur të ndesheni me ndonjë qet të armikut, bëhuni këmbëngurës dhe përmendi shumë Perëndin për të qenë të shpëtuar. Dhe për uluni Perëndisë dhe pejgamberit e tij, dhe mos u grini në mes vete, se do të demoralizoni e do t'ju lë fuqia, dhe bëhuni të durueshëm, se Perëndia, me të vërtetë, është me të durueshmit. Mos u bëni si ata që dolën nga shtëpitë e tyre me mendjemallsi, e përsyje faqet e botës, e i pengojnë njerëzit nga rruga e Perëndisë. Perëndia i përfshin të gjitha ato që punojnë ata. Dhe kujtoj kur djalli u zbukuroi veprat atyre u tha, nuk ka kush prej njerëzve sot që mund t'ju mund dhe unë jam mbrojtësi juaj. Kur u ndeshën dy qetat, u zë mbrapsa ai djalli ka thembrat e tij, dhe tha, unë nuk kam asgjë me ju, unë shoh atë që nuk e shihni ju, dhe unë i friksohem Perëndis, sepse Perëndia ndeshkon ashpër. Kujtoje kur hipokritët dhe ata, në zemrat e të cilëve kishte sëmundje dyshim, thoshin, këta i ka mashtruar feja e tyre. Por ai që mbështetet në Perëndin, me të vërtetë, Perëndia është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Sikur të shihje ti se si u merrni shpirtërat e ngjejt, mohuese, duke i rrahur në fytyrë dhe shpinë para e pas dhe duke ju thënë, shijoni dënimin e zjarrit. Kjo është për atë që me duart tuaja e keni përgatitur, sepse Perëndia nuk i dëmton robërit e vet pa të drejtë. Sjelljet e tyre i ngjajnë sjelljeve të etharëve të faraonit dhe atyre që kanë qenë para tyre. Ata i mohuan argumentet e Perëndisë, e Perëndia i dënoi për shkak të mëkateve të tyre. Me të vërtetë, Perëndia është i fuqishëm dhe ashpër dënon. Kjo është për arsye se Perëndia nuk i aprishë popullit mirësi që ja ka dhuruar, përderisa ata të mos i prishin sjelljet e veta, se Perëndia, me të vërtetë, i dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Sjelljet e tyre i ngjajnë sjelljeve të etharëve të faraonit dhe të atyre që jetuan para tyre. Ata i përgjigjeshtronin argumentet e Zotit të tyre, andaj, për shkak të mëkateve të tyre, na i kemi shkatëruar dhe fundosur historitë e faraonit, të gjithë ata kanë qenë zullumçar. Krijesat me të keqia të Perëndia janë ato që mohojnë, ata nuk besojnë. Ata me të cilët ke lidhje marrëveshje, e ata çdo herë e prishin marrëveshjen e vet dhe nuk i druajnë Perëndisë. Nëse ndeshti ata në luftë, shpartalloj ata që janë pas tyre për t'u këshilluar ata. Ose të vërejshën ndonjë fis e thej besen, edhe ti thyej atij, në të njëjtën mënyrë prishja marrëveshjen, se Perëndia, me të vërtetë, nuk i don ata që tradhtojnë. Le të mos mendojnë kurse se ata që nuk besojnë, se do t'i shpëtojnë dënimit të Zotit, sepse ata nuk mund të dobësojnë fuqinë e Perëndisë.
Kundër tyre përgatini kuaj dhe forcë për lufte, sa të mundeni, me të cilën do t'i shtini frikën armikut të Perëndisë dhe armikut tuaj dhe të tjerëve përveç tyre. Ju nuk I njihni ata, Perëndia I njeh ata. Çkato që të shpenzoni në rrugën e Perëndisë do t'ju kompensohet dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Nëse ata tregojnë prirje për paqe, trego edhe ti prirje për të dhe mbështetur te Perëndia. Se ai, me të vërtetë, I dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Nëse dëshirojnë të të mashtrojnë ty, me të vërtetë, të mjafton Perëndia, ai të ka forcuar me ndihmën e tij dhe me besimtar. Dhe ai I bashkoi zemrat e tyre. Sikur ti të shpenzojë tërë atë pasuri që gjendet në tokë, nuk do të mund t'i bashkojë zemrat e tyre, por Perëndia I bashkoi ato. Ai, me të vërtetë, është I plot fuqishëm dhe I gjithdijshëm. O pejgamber, Perëndia të mjafton ty dhe besimtarëve që të pasojnë. O pejgamber, I inkurajoj besimtarët në luftë. Nëse në mesin tuaj gjenden njerëz të durueshëm, do t'i mundi 200, e nëse nga ju janë 100 të durueshëm, do t'i mundi 1000 mohues, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Tani, Perëndia u ka lehtësuar juve, ai di se jeni të lodhur. Nëse prej jush 100 janë të durueshëm, do t'i mundi 200, e nëse ju jeni 1000, me vullnetin e Perëndisë do t'i mundi 2000. Se Perëndia është me të durueshmit. Asnjë pejgamber s'ka të drejtë të ketë rob për vete, derisa të mos arrijë fitoret e plot në tokë. Ju I dëshironi të mirat e kalueshme të kësaj bote, kurse Perëndia dëshiron botën tjetër. Perëndia është I plotfuqishëm dhe I gjithdijshëm. Të mos ishte dispozita e mëparshme e Perëndisë, do t'ju kudiste mundimi I madh për atë që keni marrë. Ani ushqime që keni zënë në luftë, si gjë të lejueshme dhe të bukur, dhe druajuni Perëndisë. Se Perëndia, me të vërtetë, është falës dhe mëshirues. O pejgamber, thuaju robërve që gjenden në duart tuaja, nëse Perëndia di se në zemrat tuaja ka çfarë do të mirë, do t'u jap ende më të mirë nga ajo që u është marrë për juve dhe do t'ju falë. Se Perëndia është falës dhe mëshirues. Nëse ata duan të të tradhtojnë ty, e ata, qysh më parë kanë tradhtuar Perëndin, dhe prandaj ai ty ta mundsoj fitore ndaj tyre. Perëndia është I plotëdijshëm dhe I gjithdijshëm. Me të vërtetë, ata që besojnë dhe emigrojnë, e që luftojnë me pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Perëndisë, dhe ata që u bëjnë strehim dhe u ndihmojnë, janë miq për njëri tjetrin. Por ata që besojnë e që nuk kanë emigruar, nuk mund të bëhen ndihmëtarë e trashëgimtarë, derisa të mos emigrojnë. Nëse ju luten që të ndihmoni në fe, jeni të obliguar të dini në ndihmë përpos me popullin me të cilin keni marrëveshje për mosulmim. Perëndia është e mirë atë që veproni. Mohuesit janë miq për njëri tjetrin. Nëse nuk veproni kështu siç jeni urdhëruar, do të bëhen gatresë dhe çrregullim I madh në tokë. Ata që besojnë dhe migrojnë, e luftojnë në rrugën e Perëndisë, dhe ata që u bëjnë strehime u ndihmojnë, ata, padyshim, janë besimtarë të vërtetë për ta ka falje dhe furnizim të mirë. Ata që u bën besimtar me vonë, që emigrojnë dhe luftojnë bashkë me ju, ata radhiten me ju, kurse ata besimtar që janë në lidhje farefisnore, sipas librit të Perëndisë, janë më të afërt për njëri tjetrin. Me të vërtetë, Perëndia është I dijshëm për çdo gjë.